Deputeti socialist Erion Braçe në diskutimin për projekt ligjet për bimët dhe kafshët përmendi disa raste, ku policia ka thirrur bujqit në komisariat. Ai u ndal tek rasti i fshatit Imsht në Lushnjë, ku policia ka thirrur në komisariat fermerët pasi ata mbollën tokën në pjesën e lumit të Imshtës, e cila po kërkohet për ta bërë panele fotovoltaike. Po nxitojnë veçanërisht këtu në Tiranë, që ta lëshojnë tokën për aktivitete që kanë norma më të larta fitimi. Po ta shohësh periferinë e Tiranës, toka bujqësore, po zëncohet me ndërtime pafund. Ndërtime shumë kaqe, ndërtime një kaqe, dy kaqe, zona rezidenciale dhe kështu me radhë. Dhe nëse ka një element kyç, në bazë të cilit duhet filloj puna, e pastaj shkojmë edhe tek mbrojtja e bimëve, patjetër që është mbrojtja e tokës. Ne nuk duhet lëshojmë më tokë bujqësore për ndërtim. Kjo është ajo. Tirana sot është në agresionin e ndërtimeve dhe po hyn në një cikël vicioz të habitshëm. Norma e fitimit të bujqve, që merr me bujqësi, merr me vështari, merr me pemtarie, kështu me radhë, po bie, dhe atyre bujqve ju intereson dhe vjen në presionin e jashtëzakonshëm për ta lëshuar tokën për qëllime ndërtimore. Shihni saukun, shihni farkë, shihni bërgjitën, shihni mulletin aty më tanë, e për tyre edhe më në thellë, në periferitë bujqësore të Tiranës, se çfarë po ndodh, duke ndërtuar në tokë bujqësore zona rezidenciale. Kjo është ajo dhe kjo është e parë. Është themelore. Nëse ne duam të kemi bujqësi e pastaj kemi dhe bimë të shëndetshëm nga procesi i të marrurit me bujqësi. E dyta, që është themelore. Po prapë në gjykimin tim. Organet ligjbatuese duhet merren jo me njerëzit që punojnë tokën për të prodhuar në bujqësi, po duhet merren eksaktësisht me ata që punojnë tokën. Nuk është ministri i brendshëm këtu, po kam një pyetje për të. Ore ç'pun kanë policët të thrasin bujq që merren me mbjellje shalqini dhe pjepri? Ç'pun kanë policët me këtë punë? Çfarë i bëjnë tokës bujqit që mbjellin shalqi edhe pjepër? Rasti i freskët. Sot 5 bujq nga Imshta, midis cilave 2 gra, njëra 35 vjeç dhe tjetra 32 vjeç, duhet paraqiteshin drejtoritë përgjithshme të policisë së shtetit se i kërkonte një OPG me emrin tim, po mjeshtër në mbiemër.